Drejtori, nuk do të flasim për vetëm një lajm, kjo nuk është thjesht një lajm, kjo është një akt barbar, një krim që e turpron shoqërinë dhe asnjëherë viktimën. Një vajzë e mitur u përdhunua nga 17 persona. 17. Kjo nuk është vetëm një rast, kjo është një krim i organizuar, është dështim moral, është heshtje kolektive që vret. Askush të mos guzoj të pyes pse, si, ku ishte familja. Pyetja e vetme është: si është e mundur që 17 burra të shndrohen në Përbinqa dhe shoqëria të zgjedhë të shikoj anësh? Kjo vajzë nuk humbi vetëm sigurinë, ajo humbi fëmijërinë. Dhe përgjegjësia nuk duhet të bie vetëm mbi autorët, por mbi çdo sistem që dështon të mbrojë një të mitur. Drejtësia nuk guxon të jetë e butë, ligji nuk guxon të jetë i mëshirshëm, sepse mëshira ndaj përdhunuesve është dhunë e dytë ndaj viktimës. Nëse sot heshtim, nesër jemi bashkëfajtor, sepse një shoqëri që nuk mbron fëmijët e saj nuk ka të drejtë të flasë për vlera, për moral apo për të ardhmen. Unë mendoj që zëri im ka shumë peshë dhe kjo punë apo ky profesion që e bëjmë vjen me shumë përgjegjësi, por kjo është më e pakta që ne mund të bëjmë. Ky emision do të vazhdoj të pyes shtetin çdo ditë: ku është drejtësia për këtë vajzë? Sa persona janë arrestuar sot për përdhurimin e vajzës së mitur që ndodhi në Likov? Unë drejtoro, këtë pyetje çdo ditë në vazhdim të emisionit, të sezonit, do t'i bëj sepse është një lajm i tmerrshëm. Mua më shqetëson shumë fakti që edhe vetëm pse jam vajzë, mirë po edhe për faktin që nesër mund të kem një vajzë time, a duhet të na ndodhë drejtori në shtëpitë tona që ne të vedisohemi. Nuk po e merr, unë mendoj që nuk po e merr edhe vëmendjen e duhur ky lajm, nuk po bisedohet. Ju vjen turp të bisedoni? Ju vjen turp që në tryezat shoqërore familjare të bisedohet për një gjë të tillë? 17 drejtori. Ne do të mundohemi që këto temat për sensibilizim, për të hapur, për të diskutuar. Ne jemi munduar gjatë gjithë sezonit për të diskutuar me mysafirë të ftuar shumë dhe ku e vetmja përgjigje që ka qenë nga ata ka qenë bisedoni dhe komunikoni me fëmijët. Mënyra e vetme më e mirë është komunikimi me fëmijët, derisa të zgjidhet ajo nyja që e kanë. Çdo fëmijë le një shenjë gjatë gjithë kohës. Ndërsa ky rasti i cili është një rast shumë shqetësues, që na ka prekur të gjithë qytetarët të vendit tonë, edhe kushdo që e ka dëgjuar këtë, kjo është një masakër, kjo është një tmerr që ka ndodhur dhe uroj që të zbardhet rasti sa më parë dhe të dalin gjithë ata përpara gjykatës.